O robërt Allahut, prej gjërave më madhështore me të cilat besimtari përgatitet për ditën e kthimit është veçimi i Allahut, tauhidi, me adhurim dhe përkushtim i pastër i veprave për Allahun e lartësuar. Tauhidi është adhurimi më i madh, ndërsa shirku është padrejtësia dhe mëkati më i madh. Tauhidi është shkaku më madhështor për hyrjen në xhenet, nga cilado prej 8 dyerve të xhenetit. Nga Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush dëshmon se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, një dhe pa ortak, se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, se Isai është rob dhe i dërguari i Allahut, fjala e tij që ja hodhi Merjemes dhe shpirt prej tij, dhe se xheneti është hak dhe zjarri është hak, Allahu do ta fusë në xhenet nga cilado prej 8 dyerve që dëshiron ai. Muttafaqun alayh. Tauhidi është shkaku më madhështor i shpëtimit në ditën e Kiametit. Dëgjoje këtë tregim se si e shpëton Allahu këtë njeri me tauhid. Nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të thirret një njeri prej umetit tim në ditën e Kiametit para gjithë krijesave. Atij do t'i hapen 99 regjistra mëkatesh, secili sa i shohin syt. Allahu do t'i thot: a mohon diçka prej këtyre? Ai do të thot: jo, o Zoti im. Allahu do t'i thot: a të kanë bërë padrejtësi shkruesit e mi? Ai do të thot: jo. Pastaj do t'i thot: a ke ndonjë të mirë? Njeriu do të thot: jo. Allahu do t'i thot: po, ti tek ne ke një të mirë dhe sot nuk do të bëhet padrejtësi. Pastaj nxirret një kartë ku shkruhet: Ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Ai do të thot: o Zoti im, çfarë vlen kjo kartë përballë gjithë këtyre regjistrave? Allahu do t'i thot: nuk do të bëhet padrejtësi. Pastaj regjistrat vendosen në njërin anë të peshores dhe karta në anën tjetër, atëherë karta rëndon dhe i fluturon regjistrat. Transmeton Tirmidhiu dhe Ibn Majah dhe Albani e bën sahih. Tauhidi është gjithashtu prej shkaqeve më madhështore të përfundimit të mirë. Nga Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: men kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Kush e ka fjalën e fundit la ilaha illa Allah do të hyjë në xhennet. Transmeton Abu Davudi dhe Albani e bën sahih.